Mirëmbrëma Prishtinë e urime fitoria Kosovë. E di se krejt kemi dasht pak ma shumë, por 50% që brak mu bo shumë. I dyti mbas neve është ma pak se gjysa. E vesh edhe një. I kom dëgju s'kon të deklaratat e partive të tjera. Tash kur folshin për do vota mongu, e kemi kuptu. Disa prej qytetarëve tonë nuk kanë dalë, ose kanë shku mu fresku, krejt është okej. Por, na as nuk lodhemi, as nuk dorëzohemi, e as nuk hekim dorë prej planit, e prej qeverisjes mirë, e prej krejt premtimeve cilat ju kemi dhonë, e për cilat na keni prit, e keni qenë afër nesh, e na keni dhuru një energji me cilën keni me vazhdu pa ndalë. E veç edhe pak matematikë kom qef, a bon? Faleminderit. Partia e dytë, që i thanë që na kena bo diçka jo mirë, që pi ju thojnë krejt programit, zbatimit programit tonë, pi ju thojnë që na kena ble vot. A kena ble vot? Jo! Qashtu. Ata do të mi pyt ku ju kanë shku edhe aty në 50.000 vota që i kanë hu. E dyta, e treta, duhet dhe kena pas rritën ma të madhe në to zgjedhje. Pa i 6.000 vota e ma pak së ndëtor. Kështu që, edhe e katërta që aty diku, bile e katërta, drejtusit katërtes, në komunën e vete ka fitu vesh një të katërtën e votës. E ajo komunë Gjakoha. Rendi falenderimeve, po s'ka der, kjo është demokraci, është fjallë lirë. Unë po du me thonë veç fjallët ma të mira për krejt, por halo ma të mira, krejt pjadestal, po du mi vequ disa kryetarë të komunave, të cilët e kam bo një punë të shkëlqyshme. Du me fillu me Mitrovicën, ku vetë vendosja ka fitu 61%! Du me vazhdu me Gjilanin, ku vetë vendosja ka fitu 54%. Pa du me vazhdu me Shtimen, që afru 50%. Mos e haroni Kamenicën 52%. Edhe fush Kosove o bili që janë aty. Po Dujeva 53%. A e dini qka do me thonë kjo? Kjo do me thonë që ku ka qeveris vetë vendosja për këto 4 vite, qytetarët ja ka njop 53, e 54, e 61%. Se edhe Mitrovica dhe krejt Kosova e kuptojnë që me program e me qeverisjet mirë nuk ka ndryshe.